ndërse vjen në këtë moment të shenjtë të qetësisë dhe të besimit të plotë. Edhe pse ende nuk i sheh qartë zgjidhjet e tua dhe lutjet e pranuara në jetën tënde, zgjidh të besosh se Allahu është El Mujib, ai që i përgjigjet lutjeve, dhe El Mudabir, ai që me urtësi planifikon dhe rregullon çdo çështje. Beso me zemër se ai do të udhëheqë drejt më të mirës në kohën e duhur. Edhe në pritje, edhe në heshtje, beso se Zoti është duke vepruar në mënyra që nuk i sheh, duke lëvizur pjesë që ti nuk i kupton, duke përgatitur bekime që tash janë në udhë drejt teje. Prandaj sot ndalu, merr frymë thellë dhe hape zemrën tënde për besim. Thuaj me qetësi, me besim dhe me mirënjohje të thellë, Elhamdulillah o Zot për mrekullitë që janë në ardhje. Për ato që i kam kërkuar me lutje, për ato që i kam harruar t'i kërkoj, dhe për ato që ti ke caktuar për mua, e që tash po më afrohen në mënyrën dhe kohën tënde të përsosur. Faleminderit o Zot për mrekullitë që janë në lëvizje edhe kur nuk i shoh. Unë sot zgjedh të besoj se ti je gjithmonë përpara meje, duke përgatitur rrugën për mua. O El Feta, o ti që hap dyert e mirësive, faleminderit që hap rrugë atje ku unë nuk shoh asnjë rrugë dalje. Elhamdulillah për kohën hyjnore, në të cilën mund të pushoj me besim, duke ditur se çdo gjë po ndodh në momentin e duhur. Besimi im është më i fortë se frika ime. E di që ti dëgjon dhe lutjet që nuk i them me zë. Elhamdulillah që lëviz gjërat në mënyrat që do t'i kuptoj më vonë. Unë besoj në procesin, sepse të besoj ty. O El Wahhab, dhuruesi i madh, faleminderit që më ke bekuar me më shumë se ç'mund të imagjinoja. Unë heq dorë nga kontrolli dhe prehem në besim. Elhamdulillah që tani gjithçka po lëviz në favorin tim. E di që mrekullit nuk vinë gjithmonë me zhurmë. Elhamdulillah për përparimet e qeta e të heshta që përformohen në sfond. Plani yt është më i përsosur se imi, o El Hafiz, o ruajtësi dhe mbrojtësi gjithësisë. Elhamdulillah që më ke ruajtur dhe mbrojtur nga gjëra që mendova se i doja, por që s'më shërbenin dot. Edhe vonesat në duart e tua janë bekime të fshehura, prandaj e dorëzoj kohën time tek koha jote, se ti e di më mirë se unë kur është momenti i duhur. Elhamdulillah për rezultatet që nuk mund t'i parashikoj, por i besoj si pjesë e së mirës që ti ke caktuar për mua. E di që çdo pritje në rrugën tënde ka qëllim dhe asgjë nuk është e kotë. Elhamdulillah që më forcon gjatë kohës së pritjes, ti vepron edhe në qetësi. Dhe e di që heshtja jote nuk është mungesë, por pjesë e një pune të heshtur e të shenjtë. O El Hakim, o i urti, elhamdulillah që gjithmonë shfaqesh në kohën e duhur, kur herët, kur vonë. Ti ai që vepron me urtësi të përsosur, edhe kur duket vonesë për mua.
por unë besoj se edhe pengesat janë pjesë e përgatitjes time. Shpresa ime është e ankoruar tek ti o burimi i qëndrueshmërisë sime. Faleminderit që mbush poshëllëqet që unë vetë nuk mund t'i mbush. Unë ec jo me atë që shoh, por me besimin në ty, sepse besoj se ti po përgatit diçka më të madhe se ç'mund ta imagjinoj. Elhamdulillah për gjithçka që përshtatet për të mirën time më të lartë. Faleminderit për mrekullitë në lëvizje. Elhamdulillah që hap dyert e duhura në momentin e duhur. Unë jam e hapur për të pranuar atë që është tash e imja dhe atë që ti ke caktuar e përgatitur për mua. O Er-Rezak, o furnizuesi pa fund, ti që më furnizon me atë që kam nevojë, në kohën dhe formën më të mirë, edhe kur unë nuk e kuptoj. Elhamdulillah për furnizimin hynor të vazhdueshëm. Unë sot zgjedh paqen mbi presionin. Unë zgjedh besimin mbi dyshimin. Zgjedh dashurinë mbi gjithçka. Elhamdulillah që transformove atë që mendova se kishte mbaruar. O El Shafi, shëruesi, ti që shëron trupin, zemrën dhe shpirtin. Elhamdulillah për shërimin që as nuk e dija se më duhej. O El Gjabar, ti që i reparon zemrat dhe shpirtrat, elhamdulillah që restaurove atë që ishte thyer në mua. O El Badi, inovatori, ti që krijon diçka të re, ti autori i fillimeve të reja, elhamdulillah që tani shkruan një histori të re dhe më të mirë për mua. Besoj se jam pikrish aty ku duhet të jem, në kohën e duhur, në vendin e duhur, duke u formuar për atë që ti më ke krijuar dhe e di se çdo hap është pjesë e planit tënd të përsosur. O El Hadi, udhëzuesi, ti që më udhëzon në rrugën e drejtë, o El Nasir, mbështetësi im, ti që më mbështet dhe më forcon në çdo hap. Elhamdulillah për mbështetjen dhe udhëzimin hynor. Çdo sfidë mban një bekim të fshehur që më formon e më afron më pranë teje. Elhamdulillah që përmes gjithçkaje po më mëson të besoj më thellë e me gjithë zemrën time. O El Vehab, dhënësi mëshirshëm, elhamdulillah që më jep bekimet dhe mrekullitë që ti ke për mua. Unë i pranoj me duar të hapura dhe një zemër plot mirënjohje. O El Wafi, ti që mban çdo premtim, o El Amin, besueshmi që nuk tradhton kur besimin tim. Elhamdulillah që më kujton se ti kur nuk haron premtimet e tua. O Allah, po të dorëzoj plotësisht jetën time, nuk e di çfarë është e mira për mua, as nuk di ku po më çon kjo rrugë e jetës. Prandaj, po heq dorë nga kontrolli dhe po dorëzohem me sinqeritet ndaj kaderit tënd. E besoj plotësisht urtësinë dhe planin tënd dhe e lë çdo çështje në dorën tënde.
ti më mjafton mua, o Er-Rahman, o Er-Rahim, mëshiruesi më i madh e mëshirëploti. Faleminderit o Zot për mrekulli që ende nuk i shoh, nuk e di kohën, por e besoj planin, të besoj ty dhe ato që ti ke caktuar për mua. Elhamdulillah për të gjithë bekimet që mi ke dhënë pa t'i kërkuar dhe për ato që janë në ardhje. Unë jam gati dhe pranoj me gjithë zemër e shpirt mrekullimet dhe bekimet e caktuara për mua. Amin. Merr një frymë thellë dhe dije këtë. Edhe nëse nuk i sheh ende mrekullit, zgjedh të besosh se ato janë tani në rrugë. Nëse këto afirmime të pëlqyen dhe të prekën në zemër, komento poshtë. Faleminderit Zot për mrekulli që po vinë dhe lejo besimin të thërras atë që është për ty. Ju uroj shëndet, paqe dhe një ditë të mbushur me mrekulli e bekime. Deri herën tjetër. Asalamu alaikum.